Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora mbrëmjen e të hënës në drejtimin e Sajmir Axhiut solli emocionet e kupës të basketbollit të femrave. Vajzat vlonjate fituan vetëm pak ditë më parë kupën e Ligës Unike, e cila mbriti edhe në televizionin 6+1 Vlora në emisionin e rubrikës sportive. Të ftuar në studio ishin Klevis Kaso, nën kryetari i Bashkisë së Vlorës, njëkohësisht kandidati i Partisë Socialiste për deputet, Elona Hasanaj, drejtore e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Agim Dalipi, trajneri flamurtarit në basketbol për femra, si dhe basketbolistja Ramos, e cila u shpall edhe basketbolistja më e mirë e Ligës Unike. Të ftuarit në studio sollën emocionet jo vetëm të fitimit të këtij trofeu, i cili është i pari i Ligës Unike që vjen në Vlorë, pasi më herët vlonjatet fituan edhe Superkupën barkombëtare, vetëm pak kohë më parë. Një rrugëtim i gjatë i basketbollit të femrave, por edhe me rezultate pozitive, jo vetëm në Ligën Unike, por edhe në kampionat. Gjithçka u prek dhe u trajtua nga afër në rubrikën sportive me protagonistët e ftuar në studio nga Sajmir Axhiu. Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora rikthehet sërish të hënën e ardhshme në orën 20.